14 janari vitit 1990 do të mbahet mend si dita që shqiptarët vranë frikën dhe tentuan të heqin bustin e Stalinit në kryeqendrën e Veriut. Prej 2 vitesh përkujtimi i kësaj date në Shkodër nuk kryhet me organizime zyrtare, siç ka ndodhur prej 3 dekadash. Protagonistët e asaj dite nuk e fshehin zhgënjimin e asaj që ka prodhuar politika shqiptare në gjithë këto vite, duke vrarë shpresën dhe duke mbajtur vendin larg atyre idealeve për të cilat u ngritën në revolta. Shkodra i ka detyrat e veta mas miri. Bani demonstratën e parë, bani 16 qershorin, bani hapjen e kishave xhamive, bani 13 dhjetorin rrëzimin e bustit të Nverit, bani 2 prilin dhe i kryvi tana detyrat mas mirit për tanë popullin shqiptar. Po ta shihni për lëvizje për ditë edhe politika e jashtme. Politika e jashtme për familjen, për korrupsionin kryesisht edhe për shumë gjëra, sepse ka prek edhe në ark tyne. Mos kishte prek në ark tyne, zë ta kishin po ata janë të njekësit, kanë prek arkën e tyne. Kja është sa ma shpesh për ndru qeverit, aq ma mira për këtë popull. Sa ma shpesh që të rrinë gjallë qeverit, aq ma keq ka me kenë për këtë popull. Pavarësisht atij represion të jashtëzakonshëm, pat guximi dhe disa njerëz ishin ata që e ngritën dhe u zhvillu një ndër demonstrata e parë, pra ishte demonstratë e heshtun, por demonstratë dhe ditë historike për kombin shqiptar. Shkodra normalisht si qytet ka meritat e veta historike, jo vetëm 14 janarit, por të gjithë periudhës së komunizmit, sepse ka qenë në qytetet e vetme ndoshta në Shqipëri e cila ka kry kundër këtij regjim në një formë apo në një formë tjetër. Jena të zhgënjym sepse ne ishim idealista dhe vazhdojmë të mesim idealista, dhe na të zhgënjym nga kuptimi sot i një shteti, nuk mund të themi demokraci, mund të themi tip tranzicioni demokratik, nuk kena rrit alon ata parametrat që ka bota perëndimore, jena shumë mbrapa tyne, ti shiko vetë sensi se si qeveriset shteti. Nuk i kursen shënjestrimet për politikën, ndërsa shqiptarëve ju bëjnë thirrje që edhe sot të guxojnë të mposhtin frikën e të dalin në protesta. Unë nuk e di se çfarë ekziston këtu. Çmimet kanë shku katastrofë. Se bëmas me pashku çmimet katastrofë, bëma me kanë punësimi këtu, as kërkush s'ka qef me lanë prind, mitësin, shoqnin edhe këtë Shkodër ka që të bukur. Ta në rinja pa ikë, vendi pa bushatiset, pa mesin veç pleqët në këtë vend. Edhe kjarini që ka met në vend që mu qunë protesta pa rinë klubeve, nuk se thojnë mënyra ma shkurt është mënyra që ti kum jashtë shtetit, se këtu s'ke qa banë. Këtu thojnë nuk jetën as të fjo. Imaginat ishti ku kam rritë këtë vend. Për këtyne politikan të cilët lëshohen jo për popullin, por lëshohen që ka me vjallë në edhe sa miliona euro pa mladhin mrame. Shkodra që gjithmonë e djathë, tu halë trakti parë. Këtu bë demonstrata parë, dolim për të zu sistemi komunist diktaturën, por edhe u shkenjëm, sepse ardhen do që nuk ishin antikomunista, ishin komunista të këthëm demokrat. Kështu si as edhe një herë ata se kanë përkujtu këtë datë marrë. Datën e kena përkujtu na, tonë bashkëvujtësit. Shkodra është mirë, musun revolta, pra ne si bëj thirrje popullit Shkodrës. Bashkojnë edhe herë që na bashku, të arëzojmë këtë diktaturë që ja të mënu me ardhë. E idhuar nga të rinj shkodran, Rinë Monajka dhe Det Kasneci, revoltës së parë antikomuniste ju bashkuan qindra qytetarë të Shkodrës, duke dhënë kështu një mesazh të qartë lirie e ndryshimi. Kjo ngjarje për vetë rëndësinë dhe kohën në cilën u zhvillua me të drejtë u konsiderua si demonstrata e parë antikomuniste në vend. Ajo pati e hunë brenda dhe jashtë Shqipërie, u analizua dhe komentua nga mediat ndërkombëtare, sepse u hapi rrugën më pas edhe zhvillimeve të tjera demokratike, e frytet e saj nuk vonuan. Pas demonstratës, 10 persona u dërguan për gjykim në kryerjen e krimeve kundër shtetit dhe u dënuan.